Edhe pse rreshtet e shiut gjatë ditëve të fundit kanë qenë të konsiderueshme, kjo nuk ka përmirësuar as pak situatën hidrike në hidrocentrale. Sipas burimeve zyrtare nga Kesh, hidrocentrali i Fierzës vijon të mbetet i stakuar në mënyrë që të mos kalojë pikën kritike dhe pjesa më e madhe e nevojave të vendit për energji plotësohet përmes importit. Sipas korporatës elektroenergjitike, niveli konsumit mbetet 19 milion kilowattorë në ditë dhe fatura që duhet të paguajë çdo ditë Kesh për pjesën e importit shkon mesatarisht 700.000 euro. Aktualisht Fierza ka arritur në kotën e 268 metrave, ndërkohë që Komani dhe Vau Idejës nuk kanë patur asnjë përmirësim pasi që të dy janë në gjendje puna. Disa javë më parë qeveria e kaloi Keshit një kredi prej 50 milion eurosh për blerjen e energjisë edhe për pjesën që i takon Çezit. Kjo situatë ka bërë që enti rregullator të marrë në shqyrtim edhe mundësinë e heqjes së licencës për kompaninë e shpërndarjes. Negociatat me këtë kompani po zhvillohen në Ministrinë e Ekonomisë. Ndërkohë të hënën në një tjetër mbledhje, ERE ka deklaruar se do të marrë përsëri një vendim për të gjobitur kompaninë çeke për të dytën herë brenda pakove për ndërprerjen masive të energjisë elektrike në zonat të cilat nuk janë 100% debitore, duke kërkuar mosndëshkim kolektiv.